Librat janë miqtë tanë më të qetë dhe më të përhershëm. Ata janë këshilltarët më të gjindshëm dhe më të mençur, dhe mësuesin më të durueshëm. Një thënie nga Charles William Eliot. Për të kuptuar ndryshimin midis leximit të një historie në internet dhe asaj në një libër, thjesht mbyllni sytë dhe vendosni plombën e dorës fillimisht mbi ekran dhe më pas mbi faqen e librit. Kontakti me letrën do të na bëjë ta kuptojmë ndryshimin. Joseph Conrad. Një libër është prova që njerëzit janë të aftë të bëjnë magji. Kjo thënie është e shkruar nga autori Carl Sagan. Me këtë thënie, autori përshkruan se e sheh librin si një akt magjik të komunikimit përtej kohës. Leximi është aventura më e bukur që mund të jetosh ulur, nga Lauri Gray.